Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit të madh. Zilia është një gjunaf tepër i madh në fenë islame. Zilia është një smundje e zemrës e cila dëmton besimtarin pa e vërtetur. Zilia është tepër e dëmshme. Sepse Iblisin, shejtanin e mallkum, ka që kishte zili Ademin, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, i madhi Zot e dëboi nga xheneti, duke pretenduar se zjarri është më i mirë se balta, duke i thënë Zotit, kur Zoti i tha: "O Iblis, pse nuk i rre në sejdë krijesës time që e krijova?" Dhe ai tha: "O Zot, atë e krijove nga balta e mua më krijove nga zjarri." Andaj vëllezër të nderuar, zilia e dëboi nga xheneti kënd Iblisin. Pra smira, sepse ai pretendonte që është më i mirë se Ademi alayhis salam. Por Allahu krijon në mënyrë më të bukur. Allahu krijon në mënyrë më precize. Allahu krijon në mënyrën më perfekte. Dhe i madhi Zot na ka dhënë të mira të pafundme, të mira të shumta. Dhe kur shikojmë tek dikush tjetër një të mirë, le të themi: "O Zot, i ke dhënë filanit, më jep edhe mua, sepse mirësitë tua janë të shumta. Mirësitë tua i madhi Zot janë të pafundme. Allahu është krijuesi i qiejve dhe i tokës. Allahu është krijuesi i deteve, maleve. I madhi Zot është krijuesi i njerëzimit dhe i gjithësisë dhe i gjithçkaje. Dhe i madhi Zot e ngriti krijesën e njeriut duke dhënë mendjen, sepse njeriu mendon, analizon dhe nuk duhet të binë në gradë të poshtë, por të lartësohet, sepse i madhi Zot e ka ngrit njeriu në gradat e larta, ja ka nënshtruar çdo gjë i madhi Zot krijesës njeriut, kafshët, diellin, hënën, tokën. I madhi Zot i ka kriju planetin tokë dhe ja ka nënshtruar njeriut. Pse? Që të shijojë të mirat e Zotit, por njëkohësisht edhe të besoj te krijuesi i gjithësisë. Sepse mirësitë e Allahut janë të shumta. Dhe kur shikon qiellin, tokën, malet, kodrat dhe çdo gjë, ajo tregon që është një krijues. Dhe krijuesi i gjithësisë ndon që ne t'ja dojmë të mirë njëri tjetrit dhe mos ta kemi zili njëri tjetrit. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: "Mos e keni zili njëri tjetrit, sepse zilia e shkatron njeriu, sepse nuk është i kënaqur me atë që ka dhënë Zoti." Dhe kur dikush posedon një të mirë, ai don që ta posedoj. Pse i ka dhënë, pse ka ai dhënë? Nuk kam. Po në fakt është gabim. Çfarë duhet të themi kur shikojmë një të mirë tek dikush tjetër? S'pore duhet të themi mashallah. E dyta është që të kërkojmë mbrojtje nga ziliqarët. E treta është që kur një person ka zili, do të thotë që nuk është i kënaqur me atë që ka dhënë, nuk është i kënaqur me kaderin e Allahut, pra me caktimin e Allahut. Andaj, du të kemi kujdes nga zilia, t'ja dojmë të mirë njëri tjetrit, ta respektojmë njëri tjetrin, ta mëshirojmë njëri tjetrin, sepse pejgamberi Muhammed thotë: "Mëshironi ata që në tokë dhe do t'ju mëshiroj ai që është në qiell." Dhe kur t'ja dojmë të mirë njëri tjetrit, Allahu do të na lartësoj. Allahu do të na ndihmoj, Allahu do të na beqatoj. Dhe mos ne bim në gradë të ulët, duke pasur zili të tjerët, sepse do ta shkatrojmë veten tonë. Një person që ka zili dhe ka smir, nuk është i qirt nga ana shpirtërore, nga ana mendore, dhe e shkatron në veten e tij, sepse kur shikon të mirat tek të tjerët, ai thotë: "Nuk është i kënaqur me atë që i ka caktuar i madhi Zot, dhe ai nuk është i lumtur dhe nuk është i qetë shpirtërisht." Andaj
do të kemi kujdes. Çdo njeri do të ketë kujdes nga zilia. Dhe tham që ta falenderoj Allahun për atë që i ka dhënë dhe të kërkoj mbrojtje nga zileqarët, sepse dhomi është i madh. Allahu na bëf për atyre të cilët e falenderojnë për të mira që i ka dhënë dhe Allahu na mbrojt nga zileqarët. Zoti na jap të mira të kësaj bote dhe të botës tjetër. Amin.